mediatike. Pse fola me këtë gjuhë? Pam ditën e djeshme si rrallë ndonjëherë njerëz që presupozohet që të kenë një formim teknik dhe ekspert, sigurie, të cilët folën për një gaz lotcjellës që nuk ishte i dëmshëm ndonse i skaduar. Një çmenduri të tillë propagandistike, besoj ju kujtohet, e ka bërë dhe Erion Braçe kur thoshte që me sarin lahen durët, bëhet edhe koktejl për të pirë në mëngjes. Tani Erion Braçe besoj nuk e ka bërë recetën që profesonte për shkak se nuk do të ishte më mesnesh. Nëse do të kishte larë duart me sarinë edhe do ta kishte pirë për mëngjes. I njëjtë edhe një lëtyrë mediatike e kësaj natyre i thot qytetarëve që përkundrazi gazi i skaduar që nga më pak i dëmshëm. Nëse është më pak i dëmshëm, pse nuk e praktikojnë gjithë policitë e vendeve të botës? Megjithatë qytetarët e refuzuan edhe atë gaz lotcjellës aq të dëmshëm dhe e kthyen çdo bombull gazi ja kthyen dërguesit. Marsi ja ktheu dërguesit dhe vetëm gjë që dërgohet mbi të gjitha në një moment kur e gjithë kupola e policisë së shtetit është tani më jo vetëm e vërtetuar si bashkëpunëtore në krim, jo vetëm e përfshirë në vepra të rënda kriminale siç ka qenë pengmarrja për llogaritë të Gysit te Akshi, por mbi të gjitha kupola e sotme e policisë së shtetit është e gjitha me orë në pritje të arrestit, sepse flet arrestit janë prerë. Të gjitha ata janë me orë në krye detyrës dhe me orë është edhe Edi Rama, pavarësisht lëvizjeve të tij, pavarësisht përpjekjeve të tij ndërkombëtare për të garantuar edhe pak pushtet, edhe pak orë pushtet. Absolutisht, duke qëndruar tek protesta, sigurisht mesazhet që do duan të jepeshin mbrëmjen e djeshme të forcës së pushtetit, të dhunës policore, Proda me varësitë e tij, është rasti i dhunimit të deputetëve të opozitës në brenda komisariatit të policisë në komisariatin numër 1, i cili drejtohet nga Elton Shahini. Kemi parë zotin Zia Ismaili, zotin Blendin Himçi, që janë kacafytur të rrethuar nga efektiv policie, pse atje shkuan të nxjerrin një të mitur që edhe ato shoqëruan me dhunë. Tashmë, po tentohet të jepet mesazhi i qartë se ne kur dhunojmë deputetët e opozitës, deputetët e Kuvendit të Shqipërisë që nuk duhet të preken me dorë jo nga policia e shtetit, por janë të mbrojtur ligjërisht. Imagjino se çfarë bëjnë qytetarëve. Dgjoj, mua nuk më shqetëson në thonjza kjo dhuna ndaj deputetëve të opozitës. Absolutisht, më shqetëson mesazhi që tentohet të jepet. Këtë do të them. Ata sigurisht janë në një pozicion përballje politike. E kemi të qartë se kush është policia jonë e shtetit sot dhe kupola e saj drejtuese. Fatkeqësisht, dhe mbi të gjitha e dim gjithë se si është rendi dhe siguria në Shqipëri sot. E krahasueshme vetëm me Hondurasin, Meksikën dhe El Salvadorin para se të vinte presidenti Bukele. Ajo që është tmerruese është që pavarësisht përpjekjes për të mbajtur pushtet që mund ta zgjidhin duke dhunuar eksponentët e opozitës, duke i tallur, duke bërë gjithçka që kanë bërë në 4 mandate ndaj tyre, ajo që shohim dhe ajo që qytetarët shohin dhe i tmerron vërtet ata, është fakti se në këtë vend, ndryshe nga çdo shoqëri tjetër e zhvilluar dhe në zhvillim e botës, shteti shqiptar nuk e ka për gjë të dhunojë, të rrahë, të helmoj dhe të vrasë